Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimet si gjithmonë janë vetëm për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për zotrin e njerëzimit, për vullën e pejgamberisë, Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e pasojnë në rrugën e tij me dinjitet gjenamshëm. Nderuar vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Në ligjëratën tonë të sotme, me lejen e Allahut te bareke ve teala, do të mundohemi që të përfitojmë disa mirësi dhe dobi nga frika dhe devotshmëria ndaj Allahut te bareke ve teala. Frika është ajo gjëja e cila e ndal, e pengon njeriu që të zhytet më thellë në mëkate. Përkujtimi i fundit të mëkatit, respektivisht përkujtimi i përfundimit në zjarr, e bën njeriu që të zbrapset nga mëkati. Ndërsa devotshmëria nënkupton që besimtari të përfill dhe të zbatoj në mënyrë strikte urdhëresat dhe ndalesat e Allahut xhalla wala. Respektivisht të zbatoj urdhëresat, të kryej ato dhe të largohet apo të shmanget nga ndalesat e Allahut xhalla wala. Frika nga Allahu dhe devotshmëria janë dy gjëra të cilat kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e njeriut. Se për çfarë bëhet fjalë dhe cilat janë disa nga imazhet e këtij ndikimi në jetën e besimtarit, me lejen e Allahut xhalla wala do të mësojmë në vijim. Devotshmëria dhe frika nga Allahu te bareke ve teala janë një porosi që i është përcjell nga Allahu xhalla wala të gjitha gjeneratave, të gjithë popujve në këtë botë, të gjithë atyre që i është dërguar profet. Allahu xhalla wala ka thënë në Kur'anin famnar: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ne atyre që u patëm dhënë librin para jush dhe juve, ju porosisim që t'ja keni frikën Allahut xhalla wala. Fakti se njeriu që është i devotshëm, që ka frikën Allahut xhalla wala, fakti se është i tillë e bën atë që të ndihet i lumtur, për arsye se një urdhër që i është drejtuar të gjithë njerëzimit, e sigurisht se nuk është urdhër i thjeshtë, nuk është urdhër që mund të bëhet ose të mos bëhet. Fakti që ai ka quar këtë urdhër në vend e bën atë që të ndihet krenar, e bën atë që të ndihet i lumtur. Kjo porosi nuk është vetëm porosi kuranore, është edhe porosi profetike. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte këshilluar Abu Dharrin radhiyallahu anhu dhe i kishte thënë: ittaqillaha haythuma kunt. T'ja kesh frikën Allahut kudo që t'jesh. Dhe besimtari i cili e ka pejgamberin alayhi salatu wassalam model, e ka shembull, e ka njeriu në cilin e do më së shumti në këtë botë, ai me këtë veprim të tij ose me përvetësimin e këtij tipari devotshmërisë, ai ndjen se është më afër të dërguarit të Allahut xhalla wala, ndjen se është më afër të dashurit të tij, ndjen se duke quar në vend mesazhet, porositë, këshillat e tij, ai përfiton edhe dashurinë e tij. Devotshmëria ose frika nga Allahu xhalla wala paraqet njëherësh edhe atë nivelin e vetdijes fetare tek besimtare. Ai që ja ka frikën Allahut xhalla wala është
njeriu që e një më së shumti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "A'lamukum billah ashaddukum lahu khashya." Njeriu që për jush e një më së miri Allahun xhallahu ala është ai që ja ka frikën më së shumti atij. Pra, nëse dëshiron që ti jesh i devotshëm, do e mos duhesh që ta njohësh Allahun xhallahu ala. Dhe nëse ti nuk e njeh Allahun xhallahu ala, nuk do të kesh frikën. Nga këto besimtari që ja ka frikën Allahut ndjen një kënaqësi, një rahati shpirtërore, për shkak se ka arrit në një nivel fetar, ka arrit në një nivel të vetdijes fetare, aq sa ja ka frikën Allahut te bareke wa taala, dhe ky është synim që është për çdo lavdat. Por ti ke frikën Allahut xhallahu ala nuk nënkupton një respekt vetëm për vete. Është respekt për fenë Allahut xhallahu ala, është respekt për dinin Allahut xhallahu ala. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Dhalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Ai që madhron ritualet e Allahut te bareke wa taala. Atëherë kjo është imazhi i devotshmërisë së zemrave. Besimtari i cili kryen ritualet fetare, që kryen obligimet fetare, që ka një respekt për fenë, e bën këtë gjë nga se ky respekt, kjo konsideratet i për fenë, vinë si rezultati i devotshmërisë së tij. Pra, përfiton si të mirë nga devotshmëria, përfiton edhe respektin për fenë Allahut xhallahu ala. Devotshmëria i ndihmon njeriu që të zhveshet nga ato tiparet e urryera, nga zilia, nga smira, nga urrejtja, nga dashakeqja. Ajo i ndihmon besimtarit që duke synuar kënaqësinë Allahut xhallahu ala, ai të mos negohet nga tjerë, të falë, të mos hakmerret, të mos shfryjë mllëfin e tij. Pra, të qenit i devotshëm i ndihmon njeriu që përveç tjerash, karakterin e tij, personalitetin e tij, ta stolis edhe me butësi, me mirësjellje, me edukat dhe etik të lartë. Të stolisurit me devotshmëri, ose besimtari i cili ka frikën Allahut xhallahu ala, është besimtari i cili largohet edhe nga epshet. E dini që të dhënit pas epsheve është shkak për devijimin e shumë njerëzve. Të papërmbajtur para epshit, të sfiduar para epshit, njerëzit harrojnë se me këtë edhe e hidhrojnë Allahun xhallahu ala. Ndërsa besimtari që dise ose që beson se një kënaqësi kalimtare nuk vlen për një hidhrim përhershëm, një kënaqësi momentale nuk vlen për një ndëshkim të gjithmonshëm, ai nuk ja lejon vetes së tij që të zhytet në këto kënaqësi kalimtare, por se duke qenë i devotshëm, ai largohet nga epshet degeneruese, nga epshet shkatërruese, nga epshet devijuese, dhe kësaj e adhuron vetëm Allahun te bareke wa taala. Të qenit i devotshëm dhe njeri që ja ka frikën Allahut xhallahu ala, besimtarit përveç tjerash i dhuron një shpërblim shumë ekskluziv. Për arsye se ai që ja ka frikën Allahut xhallahu ala, ai që ka devotshmëri për Allahun xhallahu ala, pra ai që praktikon strikt rregullat e Allahut xhallahu ala, atë që Allahu ka urdhëruar e bën, atë që Allahu te bareke ve teala ka ndaluar i largohet asaj, ka një shpërblim ekskluziv për faktin se kjo devotshmëri dhe kjo frikë e ka bërë që t'ia ketë frikën Allahut xhallahu ala dhe të largohet nga mëkatet, edhe atëherë kur njerëzit nuk e shohin. Dhe pikërisht për këtë gjë, Allahu do të bëjë që
në mesin e njerëzve ky njeri të jetë i dalluar, të jetë i veçuar, të jetë i privilegjuar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, yawma la dhilla illa dhilluh." A ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut. 7 veta do të jenë të graduar, do të kenë nderin që të hyjnë në këtë hije. Prej tyre thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wa rajulun da'athu imra'atun." Dhe do të jetë njeriu cilin e thirr një grua dhate hasabin wa mal, e cila ka emër dhe pasuri. Mirë pa i thot: "Qale inni akhafu Allah." Mirë pa i nuk i përgjigjet, a refuzon duke i thënë: "Inni akhafu Allah." Unë ja kam frikën Allahu xhallahu ala. Dhe për shkak të kësaj frike, pra për shkak se ka qenë në vetmi, ka mund që ta bën këtë gjë dhe ndoshta të mos e mësojnë të tjerët, por ka qenë frika prej Allahu xhallahu ala, devotshmëria, për këto gjëra Allahu do ta gradoj, do ta bëj që të jetë i dalluar në mesin e njerëzve në ditën e Kiametit. Devotshmëria është elementi i cili përmirëson raportet njeri krijues. Dhe duke qenë se krijuesi është ai që nuk ka nevojë për krijesën, nuk ka nevojë për njeriu. Andaj ajo me të cilën njeriu, krijesa i varuri, mund të arrijë të përfitojë prej krijuesit, prej të pavarurit, është mirësjellja e tij, është devotshmëria e tij, është përulja e tij, është përgjërimi i tij. Allahu te bareke ve teala nuk mund të merren të mirët me dhunë, askush nuk mund të shfaqet si rival Allahu xhallahu ala. Andaj devotshmëria në këtë aspekt luan një rol të një negociuesi, nëse mund të them kësaj, të suksesshëm, i cili arrin që besimtarin ta furnizoj, ta begatoj me të mirat të mëdha nga Allahu xhallahu ala. Ka thënë Allahu në Kur'an famlar: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." E kush ja ka frikën Allahut, yaj'al lahu makhraja. Për çdo problem Allahu i bën një zgjidhje. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe Allahu e furnizon prej nga nuk e kujton fare. Ka këtë mundësi Allahu xhallahu ala që ato kalkulimet tona të mos i merren në konsiderat fare, dhe të na begaton, të na furnizon prej nga nuk e kujtojmë fare. Që të ndodhë kjo, vëlla dhe motër, duhet që t'ja kemi frikën Allahu xhallahu ala. Duhet që t'jemi devotshëm. Provojeni këtë. Provojeni, nga se kjo dëshmohet se mënyrë e sigurt e arritjes të mirave të Allahut xhallahu ala. Por nuk është vetëm individi ai që përfiton këtë të mirë. Është edhe e tërë shoqëria. Allahu në Kur'an ka thënë: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Sikur banorët e këtyre trevave besonin dhe t'ja kishin frikën Allahu xhallahu ala, t'ishin të devotshëm, Allahu do t'i furnizonte prej nga nuk e kujtojnë fare. Allahu te bareke ve teala do t'i furnizonte nga qielli dhe nga toka. Pra nuk do të ishte vetëm individi, por do të ishte e tërë shoqëria ajo që përfiton. Njeriu që ja ka frikën Allahut xhallahu ala, njeriu i cili është i devotshëm, ai krahas këtyre të mirave materiale, nga Allahu te bareke ve teala përfiton edhe dije. Dituria nuk është ajo e cila nxinet përmendesh, por është ajo e cila bën dobi, dhe për të arritur deri tek kjo diturie devotshme, dhe për të arritur deri tek kjo diturie dobishme, besimtari duhet të ketë frikën Allahut xhallahu ala. Allahu ka thënë: "Wattaqullah
wa yuallimukumullah. T'ja keni frikën Allahut dhe Allahu do t'ju mësoj. Pra, përmirësoni raportet tuaja me Allahun xhallahu ala. Bëhuni të devotshëm, bëhuni të sinqert dhe t'jeni të sigurt se Allahu xhallahu ala ka për t'ju mësuar juve. Dituria është kjo dhurat që vjen si rezultati i devotshmërisë, por nuk është e vetmja në kuadër të atyre mirësive të shumta që besimtari përfiton nga devotshmëria. Ai në të vërtetë përfiton diçka e cila, siç përmendëm edhe parë nga ajeti kuranor, i bën zgjidhje për çdo problem. Çdo gjë në jetën e tij do të jetë e lehtë. Thot Allahu xhallahu ala: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dhe kush ja ka frikën Allahut, Allahu do t'ja lehtësoj çështjet e tij. Allahu nuk do t'i bëj punët e tij të ndërlikuara, nuk do të ketë probleme në jetën e tij. Është interesant, përmendet nga jeta e sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, gjithsesi nga jeta e Selman Farisiut, se një ditë ai kishte patur një mysafir dhe duke qenë se nuk kishte çfarë të shtronte për drek, kishte dalë për gjuetin në shkretir. Ishte shkuar dhe pas pak ishte kthyer me një gjah. Mysafiri i habitur i thot: si ndodhi kjo? A mos vallë të erdhën nga qielli? Tha: a nuk e diti se ata që ja kanë frikën Allahut, për ta nuk ka asnjë vështirësi në këtë botë. Pra, ai që ja ka frikën Allahut xhallahu ala, ai që është i sinqert, është i devotshëm, Allahu xhallahu ala ja bën që ja mundson që për çdo problem të ketë zgjidhje. Të qenit i devotshëm besimtarit i ndihmon që jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër ai të korë të mira, ndër këto të mira është edhe pranimi i veprës së tij. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Vërtet Allahu pranon vetëm prej të devotshmëve. Dhe ky përderisa është i tillë, është i bindur se është radhitur, është klasifikuar në rangun atyre të cilët janë të devotshëm dhe me shpresën Allahun xhallahu ala, me mendim të mirë në Allahun xhallahu ala, vepra e tij do të pranohet. Devotshmëria është, si thuaç, një shkop magjik që bën çuditëra dhe për disa prej këtyre çuditërave ne me lenin Allahut xhallahu ala do të mësojmë pak më vonë pas një pushimi të shkurtër që ndroni me ne. Ja ku kthyehem sërish të nderuar vëllezër dhe motra për të vazhduar me disa nga mirësitë dhe dobitë e devotshmërisë dhe frikës nga Allahu te bareke ve teala. Devotshmëria është një helmet mbrojtëse. Është një mburojë e cila mbron besimtarin nga kurthet dhe intrigat e të tjerëve. Nëse besimtari krijon ose kultivon këto raporte me Allahun xhallahu ala, do e respekton, i zbaton urdhrat e tij, i largohet ndarjesave të tij, atëherë sigurisht se Allahu xhallahu ala është me të. Dhe pavarësisht se ai mund të sprovohet, mund të ketë probleme, Allahu xhallahu ala i tregon ose e qetëson zemrën e tij, duke ia bërë me dije se Allahu është ai i cili do të shkatërroj ato kurthe të jo besimtarve, atyre intrigantëve, atyre dashakëqive. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a." Nëse jo bëni sabër, bëni durim dhe ja keni frikën Allahu xhallahu ala, pra përveç durimit, duhet dojmos që kundër intrigave të kemi edhe këtë armë, edhe devotshmërinë, edhe frikën nga Allahu xhallahu ala. Thot Allahu: "La yadurrukum kayduhum shay'a."
kurthet dhe intrigat e tyre nuk mund t'ju dëmtojnë juve as pak. Nëse duroni dhe ja keni frikën Allahut xhallahu ala, atëherë kurthet dhe intrigat e tyre do të përfundojnë të pa suksesshme. Devotshmëria është një rrugë, një kanal, një mundësi që besimtari të disponoj me bajrakun, me flamurin e të vërtetës. Besimtari që e ka frikën Allahut xhallahu ala, që është i devotshëm, është njeriu i cili nga Allahu xhallahu ala do të përfitoj një shkëndijë udhëzimi, një gjë që do ta bëj atë të klasifikoj të vërtetën nga e kota. Pra, që nuk do të mashtërohet. Thot Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." O ju që keni besuar, nëse ja keni frikën Allahut, kusht yaj'al lakum furqana. Allahu do t'ju jep juve furqan, do t'ju jep udhëzim, ajo që do t'ua mundsoj juve të dalloni të mirën nga e kota. Nga këto dietarët kanë përmendur, kanë shpjeguar se të qenit i devotshëm nënkupton të kesh atë udhëzimin i cili të mban strikt, të mban në mënyrë të kontrolluar në rrugën e Allahut xhallahu ala. Allahu e ka urdhëruar Muhammedin alayhi salatu wassalam që ti ju thot njerëzve kësaj: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili." Kjo është rruga ime e drejtë. Pasojeni dhe mos pasoni subul, ato rrugët tjera, ato alternativa tjera, cilat nuk janë alternativa për tjetër vetëm se për të mbaruar në xhehenem. Fatafarraqa bikum an sabili. Mos pasoni, mos përvetsoni alternativa tjera, opsione tjera, për arsye se rezultati i tyre është tafarraqa bikum an sabili, që juve t'ju shpërndaj, t'ju largoj nga rruga e Allahut xhallahu ala. Nga këto qenit i devotshëm, qenit prej atyre që ja kanë frikën Allahut xhallahu ala, besimtarin e bën të ndihet i qetë dhe i rehatshëm se ai është duke ecur rrugës së drejtë, ai është duke pasuar rrugën e drejtë, ai është duke ecur në atë që është sirat, që është rruga e Allahut xhallahu ala, dhe nuk është duke ecur në ato që janë rrugica ose që janë rrugë të skajshme e që nuk shpin asgjë kundi vetëm se në ferr, vetëm se në xhehenem. Të qenit i devotshëm e bën besimtarin që përderisa ka këtë mënyrë jetese, përderisa ka këtë program në jetën e tij, pra përderisa ndjek rrugën e Allahut xhallahu ala, e bën atë që të përjetoj se tek Allahu xhallahu ala ekziston vetëm një mënyrë e ngritjes, vetëm një mënyrë e favorizimit, dhe është kjo mënyra e devotshmërisë. Inna akramakum indallahi atqakum. Njeriu më i ngritur, njeriu më i nderuar, njeriu më me pozitë tek Allahu xhallahu ala është ai që është më i devotshëm në mesin tuaj. Andaj për të arritur tek pozitat, për të arritur tek privilegjet, njeriu ja ka frikën Allahu xhallahu ala. Bindet se tek Allahu nuk mund të jesh i mirë nëse ke holla. Tek Allahu nuk mjafton që të jesh i pasur dhe të jesh më i miri. Tek Allahu je i mirë madje nëse nuk ke para. Ajo që duhet ta kesh është devotshmëria për Allahun xhallahu ala. Dhe sigurisht se besimtari i cili ka këtë bindje se tek Allahu
njerëzit nuk janë të mirë në bazë të emrave, familjeve, pasurisë, pozitave, por janë të mirë në bazë të devotshmërisë. Kjo gjë i bën besimtarët që jo në nivel individual, por edhe në nivel shoqëror, devotshmërinë ta kenë si një element me të cilin munden me e shfrytëzu ose me e zhvillu në mënyrë të suksesshme jetën shoqërore. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dhe ju përkrahuni, ndihmohuni ndërmjet vetëm me mirësi dhe devotshmëri. "Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Dhe kujdes, mos u bëni bashk për mëkate dhe armiqësi. Ajo që besimtari duhet të bëj, ajo që besimtari jo si individ, por edhe si kolektiv duhet të bëj, është që devotshmërinë ta vënë në funksion edhe për mirëqenien dhe harmoninë shoqërore. Qenit i devotshëm, njeriu arrin që ta mbaj në rrugën e Allahut xhallahu ala për shkak se ai shpëton nga cytjet e djallit. Djalli, ky armik i përbetuar i njeriu, që çdo herë mundohet ta lajthesë, ta devijojë njeriu, shpreh botërisht se është i pafuqishëm në raport me njeriu e devotshëm. Shpreh se nuk ka mundësi të ndikojë tek të sinqertit. Allahu në Kur'an në disa vende ka përmend djallin i cili shpreh dobësinë e tij para një grupi njerëzish: "Illa ibadak minhum al-mukhlasin." Unë nuk mund të ndikoj vetëm tek robërit e tu të sinqert. Allahu në Kur'an po kështu përmend: "Innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun." Ata që e kanë frikën Allahu xhallahu ala, në qoftë se preken idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, në qoftë se preken nga një iluzion, nga një cytje djallit, qoftë se preken nga një vezvese, nga një mendim i keq, tadhakkaru, e kujtojnë se kjo është nga djalli, fa idha hum mubsirun, dhe ata arrin të shohin të vërtetën, largohen prej saj, kuptojnë se është nga djalli dhe kësaj i shpëtojnë ndikimit negativ të djallit. Pra, qenit i devotshëm u amundson që të ruajnë edhe mendjet e tyre, të ruajnë edhe besimin e tyre. Të qenit i devotshëm, njeriu i amundson që ndryshe nga të tjerët, mëshirën e madhe të Allahut xhallahu ala, e cila përfshin çdo gjë, arrin që ta ketë si ekskluzive për vete. Allahu ka thënë: "Wa rahmeti wasi'at kull shay." Mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Fa sa'aktubuha lil ladhina yattaqun. Por unë do të caktoj, thot Allahu, këtë, mëshira ime do të jetë ekskluzive për ata që më kanë frikën. Për njerëzit e devotshëm, për besimtarët e sinqert, Allahu do ta caktoj mëshirën e tij, e cila në raport me të devotshmit, në raport me këta që kanë zgjedhur të nështrohen Allahu xhallahu ala, është e shumëfishuar. Allahu ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayni min rahmatih." O ju që keni besuar, t'ja keni frikën Allahut dhe besoni, aminu bi rasulih, besoni në të dërguarin e tij, yu'tikum kiflayni min rahmatih. Allahu, nëse ju veproni kësaj, besoni, ja keni frikën Allahut, besoni në dërguarin e tij, Allahu do t'ju dhurojë dy hiset mëshirës. Allahu do t'ju bëjë që dalloni
me sasinë e fituar të mëshirës së tij, do të jeni të privilegjuar, do të jeni njerëz që shpëtimin do ta keni më të madh se sa të tjerët. Me pejgamberin alayhi salatu wassalam, devotshmëria që cituam ajetin më parë, bëhet thirrje për të besuar në pejgamberin alayhi salatu wassalam, devotshmëria në raport me Muhamedit alayhi salatu wassalam na sjell edhe etikën e duhur me të. Allahu xhalla wala në kapitullin El-Hujurat në ajetin e dytë ka thënë: Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Ata që kanë ulur zërin tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga se nuk lejohet ti drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam me zot lart. Ata që kanë ulur zërin tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, janë drejtuar me butësi, janë drejtuar me modesti. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Allahu është ai që zemrat e këtyre njerëzve i ka përshtat me devotshmëri. Zemrat e tyre kanë marrë trajt devotshmërie, janë formsuar me devotshmëri. Dhe mu për këtë kanë edhe këtë edeb dhe këtë etik me dërguarin e Allahut Jalla wa Ala. Dhe për fund, devotshmëria është ajo që ruan besimtarin nga tiparet e urryera, e ruan atë nga ajo që do të mund të reflektonte si padrejtësi, e bën besimtarin që duke synuar kënaqësinë e Allahut xhalla wala, duke praktikuar ose zbatuar fjalët e Allahut xhalla wala, secilit t'i jap atë që ai e meriton, duke lutur Allahun xhalla wala që zemrave tona t'ju jap trajt të devotshmërisë, duke lutur Allahun xhalla wala që karakterin ton Allahun ta gdhend me devotshmëri dhe sinqeritet, duke lutur Allahun xhalla wala që devotshmëria të jetë rruga jon ose ajo ura mbi xhehenem. Ne po e përmbyllim këtë ligjërat dhe takohemi në javën e ardhshme. Deri atëherë, ju lëm për kujdesin e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.